Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani misra të pjekur, por nuk e dini se çfarë i shkakton në zemrës dhe imunitetit tuaj. Gjatë stinës së verës, mjafton një misër i pjekur për të ofruar momente të veçanta të kënaqësisë. Misrat e pjekur ose kokrat e misrit të zjerë dhe të lyer me fara, pak gjalp, nuk kanë të krahasuar. Prej kohësh, misri i verdhë është të përçmuar nga njerëzit që i friksoheshin edhe karbohidrateve. Në këtë video do të gjeni të gjitha vlerat që do të ofrojnë në organizmin tuaj konsumi i misrave sipas health.com. Mistri është i pasur me vlerat e larta ushqyese. Mistri, pavarësisht nga ngjyra, është i pasur me ushqyes që përfshin antioksidantin, beta-karoten dhe lutein. Janë karotenoidet ato që japin misrave ngjyrën e veçantë. Karotenoidet janë të dobishme në parandalimin e sëmundjeve të syve, ndaj thuhet se karrotat mund të ndihmojnë në të shikoni në errësirë. Mistri përmban vitaminën B, C dhe së bashku magnez dhe kalium. Mistri ka më pak sheqer se molla. Mistri i verdhë është i ëmbël, ndaj supozohet të ketë shumë sheqer. Një kalli i misrave përmban të njëjtat kalori sa molla, por më pak se 1/4 e sasive të sheqerit. Ai ka ushqim të mirë edhe për bakteriet e stomakut. Mistri i verdhë ka sasitë e lartë të fibrës të patretshme që u bën mirë bakterieve të mira të stomakut dhe i ushqen ato. Mistri nuk përmban gluten. Shumë njerëz kanë tolerancë të kufizuar ndaj glutenit. Mistri i verdhë nuk përmban gluten. Në formën e miellit, mistri përdoret në përgatitjen e makaronave pa gluten, një varietet më i shëndetshëm krahasuar me alternativa të tjera. Ai është i pasur me fibra. Shumica prej nesh kanë mungesë të fibrave në organizëm. Si çdo perime tjetër, mistri i verdhë është një burim i jashtëzakonshëm i fibrave që i bëjnë mirë sistemit tretës. Përzjeni mistrat në kallin të mirë formuar me gjethe me ngjyrë të gjelbër me mustaqe të arta. I formohuni për kohën e mbjedhjes së kallinjve të mistrit dhe blini vetëm ato që janë të freskët. Kjo sepse me kalimin e kohës, kokrizat e mistrit kthehen në sheqer në nisteshte dhe humbasin ëmbëlsinë e tyre, shijen dhe lëngun. Nëse gjethet e mistrit janë të thata dhe pa jetë, atëherë mos i konsumoni ato. Gjithashtu, mistri është i pasur me vlera të larta ushqyese. Përfshirja e tij në dietën tuaj mund t'i japë trupit tuaj edhe të gjithë elementet munguar të cilat i ka të nevojshme. Mistri është një burim i pasur i fibrave, të cilat do të luajë një rol pozitiv edhe për mbrojtjen e organizmit tuaj. Mistri është një ushqim me vlera të larta ushqyese. Ai jo vetëm që siguron kaloritë që nevojiten në bazë ditore, por edhe ofron për një metabolizëm të shëndetshëm. Është një burim i pasur i vitaminës A, B dhe E dhe shumë mineraleve. Përmbajtja e tij e lartë e fibrave luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve të tretjes, si kapslëku, hemoroidet dhe problemet të tretjes. Antioksidantët që përmban veprojnë si agent që ndihmojnë në parandalimin e problemeve të Alzheimerit. Ulëntimet tregojnë se mistri është një burim shumë i mirë i lëndëve ushqyese thelbësore për shumë njerëz dhe për kafshë. Ai është një dridh i mirë edhe për të konsumuar në baza të mira ditore. Mistri përmban mineralet që janë të dobishme për trupin: fosfor, magnez, mangan, zink, hekur, bakër, gjenden të gjitha varietetet e mistrit. Ai gjithashtu përmban sasi të vogël të mineraleve të seleniumit, të cilat janë të vështira për t'u gjetur në dietat normale. Hani mistër për sy më të shëndetshëm. Degenerimi makular dhe katarakta janë shkaktarët kryesor të çrregullimeve vizuale më të zakonshme në botë dhe në verbëri. Ndërkaq që infeksionet dhe pleqëria janë ndër shkaktarët kryesor të këtyre sëmundjeve. Edhe ushqimi mund të luajë një rol të rëndësishëm në shfaqjen e tyre. Karotenoidet si zeakanthina dhe luteina, të cilat janë dy antioksidantë të pranishëm të mistrit, kanë përfitime të rëndësishme për shëndetin e syve. Kokrat e mistrit janë të pasur me vitaminën A, e cila është një vitaminë e rëndësishme për shëndetin e syrit, dhe karotenoidet që reduktojnë rrezikun e dëmtimit të shikimit. Mistri është një burim i mirë i energjisë. Falë sasive të larta të karbohidrateve që përmban, mistri është një burim i energjisë. Karbohidratet sigurojnë energjinë e nevojshme për funksionin e duhur të trupit dhe të mendjes. Ai është gjithashtu i rëndësishëm për ruajtjen e shëndetit të trurit. Mistri është një nga ushqimet më të konsumuara nga atletët, pasi do të rrisë energjinë e trupit.
Mistri është aleati juaj më i mirë nëse vuani nga nivelet e larta të kolesterolit. Mistri është një nga drithrat të cilët nuk duhet të mungojë asesi në dietën tuaj ushqyese. Për shkak të elementeve pozitiv që ka edhe për personat që vuajnë nga kolesteroli, mund të jetë një zgjidhje produktive, sidomos edhe për të zhvendësuar drithrat e tjerë. Sipas Journal of Nutrient Biochemistry, konsumi i misrit redukton kolesterolin e keq, duke frenuar përthithjen e kolesterolit në trup. Ky reduktim i kolesterolit të lipoproteinës me dëndësi të ulët përfshin reduktimin e sëmundjeve të zemrës, parandalimin e arteriosklerozës dhe pastrimit të përgjithshëm të radikaleve të lira në trup. Mistri do të ulë rrezikun e hipertensionit. Mistri përmban fitokimikate fenolike që rregullojnë presionin e gjakut dhe parandalojnë hipertensionin. Përveç kësaj, mistri është i pasur me vitaminën B, e cila është e dobishme për funksionet optimale të gjendrave mbiveshkore, për lëkurë dhe flokë të shëndetshëm. Meqense ka vitaminën A dhe beta-karoten, mistri është i dobishëm për shëndetin e lëkurës. Gjithashtu mbron lëkurën nga rrezet e dëmshme të diellit, falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Vitamina E që gjendet tek mistri është i rëndësishëm për shëndetin e lëkurës. Gjithashtu e mban lëkurën e shëndetshme. Është e dobishme për shëndetin e flokëve për shkak të acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6 që ai përmban. Mistri i zjerë ndihmon në parandalimin e problemit të radikaleve të lira. Shumë studime shkencore kanë zbuluar se një program ushqimor i pasur me antioksidant ndihmon në parandalimin e problemeve. Për më tepër, ka shumë studime që tregojnë se antioksidantët luftojnë në qelizat e radikaleve të lira dhe parandalojnë dëmtimin oksidativ në trup. Ullumtimet tregojnë se mistri i zjerë përmban më shumë antioksidant se mistri që nuk është i zjerë. Mistri është një lëndë ushqyese miqësore për shëndetin e zemrës. Sipas ullumtimeve, vaji i mistrit ka efekte të mira në nivelin e kolesterolit dhe në këtë mënyrë redukton rrezikun e sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare. Përveç kësaj, mistri është një lëndë ushqyese e shëndetshme për zemrën për shkak të përmbajtjes së pasur të folatit dhe elementeve ushqyes, citon WebMed. Mistri parandalon gjithashtu edhe problemet e anemisë. Sot, anemia është një nga sëmundjet më të mëdha e cila shihet më së shumti për shkak të mungesës së vitaminës B12 dhe acidit folik në trup. Trupi ka nevojë për hekur dhe folat për të krijuar qelizat e reja të kuqe të gjakut. Këto substanca gjenden te mistri, gjë që mund të parandalojnë aneminë. Nëse keni anemi, mund të zvogëloni efektet e sëmundjeve duke konsumuar misër. Mistri është i pasur me fibra. Mistri është një lëndë ushqyese e përdorur në diabet, pasi plotëson 19% të fibrave të nevojshme për trupin në vetvete. Gjithashtu ul nivelin e lartë të arteriosklerozës dhe zvogëlon rrezikun e problemeve të zorës së trashë për shkak të përmbajtjeve dhe efekteve të tij. Një dietë e pasur me fibër është pa aq e mirë për shëndetin tuaj tretës. Konsumi i ushqimeve me fibër të lartë ju mban të ngopur për një kohë më të gjatë, rregullon tretjen tuaj dhe lehtëson gjithashtu problemet e zorës së trashë. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që në programin tuaj ushqimor të mbushni dietën me ushqime të pasur me fibër. Fibra ndihmon në parandalimin e kapsllëkut dhe uljen e nivelit të problemeve të kolesterolit, duke sjellë kështu përfitime të larta për shëndetin tuaj. Mistri është i mirë gjithashtu edhe si një burim i mirë i energjisë, duke ofruar përfitime të mira në këtë aspekt. Falë shumave të larta të karbohidrateve që përmban, mistri është një burim i energjisë. Karbohidratet sigurojnë energji të nevojshme të funksioneve të duhura të trupit dhe të mendjes. Mistri është një produkt shumë i mirë në uljen e kolesterolit të keq. Sipas Journal of Biochemistry, mistri mund të ofrojë gjithashtu edhe përfitime të mira në zvogëlimin e kolesterolit të keq duke frenuar thithjen e kolesterolit në trup. Ky reduktim i lipoproteinave me dëndësi të ulët LDL përfshin kolesterolin, reduktimin e problemeve të zemrës, parandalimin e arteriosklerozës dhe pastrimin e përgjithshëm të radikaleve të lira në trup. Ndaj konsumi i mistrit në formën e zjerë, të pjekur ose edhe në forma të ndryshme mund t'jap trupit përfitime të lartë përmendura, citon Health.com. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.